Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 9. Gatishmëria e kryeministrit Kurti për t'ju përgjigjur pozitivisht Brukselit kurdo që efton në takim me presidentin serb Vučić, sipas analizëve duhet të shoqërohet edhe me propozime konkrete në kërkesat që kanë ndërmjetësuesit. Pas vizitave të emisarëve euroamerikan në Prishtinë dhe Beograd, do të tentohet aranzhimi një takimi të nivelit të lartë mes Kurtit e Vučićit. I fundit është zhvilluar në korrikun e vitit të kaluar. Përtej mesazheve publike, analisti Ditro Arifi thotë se qeveria nuk duhet të ketë frikë nga një marrëveshje që përkrahin SBA-ja dhe BE-ja. Gjatë takimeve me udhëheqësit institucional Lajçak dhe Escobar ishin më të prerë lidhur me marrëveshjet e pazbatuara deri më tani, me theks të veçantë në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryeministri Kurti është shprehur i gatshëm për takimin e radhës të nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Dy sindikatat, ajo e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Sindikata e Punëtorëve e sektorit privat, kanë dalë me qëndrime të ndryshme rreth propozimeve për rritjen e pagës minimale. Derisa e para propozon që paga minimale të jetë 350 euro, kjo e dyta thotë se nuk pranon pagë më të ulët se 400 euro. Këshilli Ekonomiko-Social në fund të këtij muaji do ta dorëzojë në qeveri raportin final për pagën minimale. Ai ka propozuar që paga të rritet gjatë këtij viti dhe të jetë në vlerë rreth 250 deri në 350 euro, ndërkohë sindikatat kanë dhënë qëndrime të ndryshme rreth kësaj. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Advehy Kolli, ka thënë se paga prej 350 eurosh do të jetë një lehtësim për punëtorët, derisa një gjë të tillë Sindikata e Pavarur e sektorit privat e ka quajtur jo serioze, duke deklaruar se nuk njohin pagë nën 400 euro. Çmimi i naftës në Kosovë ka arritur në 1,33 euro për litër. Brenda muajit ky çmim mund të shkojë deri në 1,60 euro. Edhe një litër benzin tani tregtohet me çmim prej afro 1,35 euro. Shkak për këtë, sipas ekonomistëve, janë luhatjet në bursat ndërkombëtare, por edhe situata e tensionuar Rusi-Ukrainë. Por rritja e çmimit të naftës, sipas ish-kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, do të ndikojë në rritjen e kostos së prodhimit. Rritja e vazhdueshme e çmimit parashihet të jetë në nivel të paparë ndonjëherë në Kosovë. Kryetari i shoqatës së naftëtarëve Fadil Beriani ka thënë se kjo është reflektim i rritjes së çmimeve në bursë dhe në organizatën OPEC. Çmimi i derivateve kishte psuar rënje në fillim të pandemisë, por gjatë vitit 2021 pati luhatje të çmimeve. Edhe pse ishte paralajmëruar stabilizimi i çmimeve të naftës gjatë janarit, kjo nuk ndodhi. Pak trupa dhe pajisje amerikane kanë zbarkuar në Poloninë juglindore afër kufirit me Ukrainën pas zotimit të presidentit Joe Biden për dërgimin e më shumë se 1.700 ushtarëve nga frika e pushtimit rus të ish-Republikës Sovjetike. Qindra trupa këmbësorie ende pritet të arrijnë në shtetin antar të Bashkimit Evropian. General-majori amerikan Christopher Dona ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë çdo shtet antar të NATO-s, duke dhënë garanci për çdo hise të territorit të vendeve anëtare. Rusia po kërkon që NATO-ja të zotohet se nuk do të anëtarsojë Ukrainën, por aleanca ushtarake i ka hedhur poshtë kërkesat ruse. E këtë edicion të nderuar shikues, ne po e përmbyllim me kuriozitetin e ditës. Bashkëshihemi në edicionin e radhës, më në mbetshe. Prindrit po shesin vajzat e reja në martesë në rajonin e largët veri perëndimor të Afganistanit. Shitja e vajzave të vogla po bëhet në periudhën kur Afganistani është zhytur në katastrofën më të rëndë humanitare në vitet e fundit. Në qytetin Cadiz, i goditër së fundmi nga një tërmet i fuqishëm, televizioni britanik Sky News ka raportuar se vajzat nga 7 muajsh po shiten me qëllim që familjet që po vuajnë nga farfëria ekstreme të mund të blejnë gjërat esenciale. Abdul Khanit janë premtuar $1.500 për vajzën e tij 5 vjeçare, por këto para nuk i mori sepse vajzës ju thye këmpa gjatë tërmetit. E kam shitur para se të lëndoj, mirë, po tani ndodhi kjo. Ai tani nuk do të më ofroj asgjë dhe unë ja kam borxh $1.050.
Njëra prej vajzave tregon se pse është shitur nga prindrit. Ardhja në pushtet e talibanëve në Afganistan ka bllokuar miliarda dollar ndihma ndërkombëtare. Pushteti i tyre e ka quar shtetin dhe ashtu të dëmtuar nga lufta dhe thatësia në një katastrofë humanitare. Në Kadis, komandanti taliban dëshiron kthimin e komunitetit ndërkombëtar për t'i ndihmuar. Ka premtuar se ndërkombëtarët nuk do të përballen me asnjë problem të sigurisë. Ata që kanë ardhur të ndihmojnë Afganistanin që kur Emirati Islamik mori pushtetin nuk kanë pasur asnjë problem. Në fillim të muajit shkurt, Kombet e Bashkuara kanë nisur iniciativën për të mbledhur 5 miliard dollar ndihma për Afganistanin e shkatruar. Vlerësohet se 90% e 38 milion banorëve të Afganistanit janë në varfëri të thellë. Kombet e Bashkuara kanë raportuar se 3 milion afgan kanë ikur nga shteti si pasojë e luftës, varfërisë dhe thatësisë.